Ka ndodhur e pabesueshmja. Sikundër njofton Reuters, Ukraina ka kryer me sukses një sulm të jashtëzakonshëm me dron kundër aeroplanëve ushtarak rus, duke goditur në mënyrë shkatërrimtare 40 copë prej tyre. Sipas burimit të agjencisë më të madhe amerikane të lajmeve, nëse informacioni vërtetohet plotësisht, është goditja më shkatërrimtare e dronëve Ukrainës ndaj Moskës. Burimi pohon se sulmi është organizuar dhe udhëhequr nga Agjencia e Inteligjencës Ukrainase SBU, e cila ka goditur në mënyrë të njëkohshme 4 baza ajrore ushtarake ruse. Në këtë sulm të njëkohshëm janë goditur më shumë se 40 aeroplan, ndërmjet të cilëve bombardues strategjik Tu-95 dhe Tu-22, që përdoren nga Rusia për të sulmuar Ukrainën me raketa me rreze të gjatë veprimi. Burimi I ka dhënë agjencisë Reuters disa filmime që vërtetojnë sulmet, në të cilat duken qartë disa aeroplan gjigant që ishin në flak dhe shkatërim, shumë të ngjashëm me bombardierët strategjik Tu-95. Është vërtet që Ukraina nuk ka në zotërim një arsenal të madh raketash në krahasim me Rusinë, por zotëron një flotë shumë të madhe dronësh kamikaz, që I ka përdorur dhe I përdor mjaft shpesh me sukses, sidomos ndaj rafinerive të naftës ruse. Mirë po këtë herë bën përshtypje distanca shumë e madhe e goditjes së dronëve. 4300 kilometra nga kufiri I Ukrainës. Bëhet fjalë për bazën ushtarake ruse Belaja në veri të Irkutskit, në bazën ushtarake në Sredni dhe në bazën ushtarake Olenia, ku gjenden të mbrojtur aeroplanët gjigant strategjik. Dronët janë hedhur nga disa kamion të mëdhenj, jo shumë larg aeroporteve ushtarake. Kështu edhe shpjegohet befasia e goditjes në distancë kaq të madhe nga territori I Ukrainës dhe fronti I luftës. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në 360 gradë. Në të vërtet donin të shmangesha gjeopolitikës sot për të përqendruar dhe për të zhytur ke politika e brendshme, pasi që ka mjaft debat, sidomos në Partinë Demokratike, ka thënie kundër thënie për sa I përket numërimit votave, për sa I përket saktësisë së këtij të KQZ-s. Kemi lajm të fundit që partia e Ilir Metës kërkon një numërim votash, pa domethënë gjë shumë interesante në fshatin tonë shqiptar. Po, tani, kur digjet Stambolli, po vazhdoj me alegori, kur digjet bota, sigurisht që lajmet nga fshati presin për pjesën e dytë emision. Dhe në pjesën e dytë do merremi me to. Çfarë ka ndodhur kaq tronditse? Ka ndodhur një operacion që Ukraina, si të quajnë në rrjeta Merimangës, është përgatitur 1 vit e gjysmë, 18 muaj, goditja që ka rezultuar e suksesshme. Domethënë 4700 kilometra nga kufiri I Ukrainës me Rusinë. Aty ku është fronti, ku është lufta, në thellësi të Rusisë, në një zonë shumë të mbrojtur, në Siberinë e famshme, janë aeroportet më të fshehur, më të mbrojtur, më të pakapshme të Federatës Ruse. Krenaria atyre janë Tu-95, Tupolev, që thonë është ai shpiksi e konstruktori famshëm Tupolev, 95 dhe tun tjetër nuk e mbaj mend, po është edhe një Tupolev tjetër, pra do të 2 modele. Çfarë kanë këto modele kaq të jashtëzakonshme? Këto janë modelet e transportuesve strategjik. Çdo thot një transportues strategjik, do thot I aftë të ngarkoj, të lëshoj, të godas me bomba bërthamore. Gjithsej, flota ruse bombardues të këtyre dimensioneve ka vetëm 120 të përhapur në këto aeroportet sekrete në gjithë territorin e Rusisë. 40 prej tyre, pra I bie 1/3, u shkatruan në aksionin e djeshëm. Kjo është një troditje shumë e madhe për Rusinë për disa arsye, jo vetëm që dëmi material kalon 7 miliard e ca dollar, sepse një aeroplan I tillë varion po minimalisht për 250-300 milion dollar secili, por nga ana tjetër të kalosh atë rrjet sigurie, të mundësh shërbimin sekret rus, dhe ta kapësh atë në befasi, sigurisht është një dhimbje e madhe koke në Kremlin. Për të diskutuar këtë, po dhe shumë rrëdhime tjera, sepse po sot, pra 24 orë përpara dje, sot ishin formalisht bashkëbisedimi për paqe në Stamboll midis delegacioneve ruse dhe ukrainase. Kuptohet që shija hidhur
e këtij aksionit suksesshëm Ukrainës nuk e ka lënë që të mbahet. Për të kriptuar këtë situatë, kam një panel që mendojnë që është ka më të mirë që mund ta analizoj këtë. Sigurisht rikthehet Zavit Shara me mbrapa, Zavit Shara ekspert sigurie kolonel. Po kemi edhe një majore, Eugina Sotieri, me mbrapa Eugina. Dhe ti eksperte e geopolitikës. Po kemi edhe një general sot, zotin Det Prenga, me mbrapa general, nëse erdhe në 800 gratë, dhe nuk mund të mungonte një historian si zoti Gjendoj me mbrapa. Për të prezantoj si historian se di edhe kualifikimet tjera. Ndërkohë, në lidhje në Skype, nga Moska duhet kem Misha Pumon, me mbrapa Misha. Mbrëma. Dhe nga Estonia, apo nga Lituania, nuk e mba më të mirë, kolonel Shtrim Toci. Me mbrëma kolonel, njëse erdhe. Me mbrëma, faleminderit, nga Estonia. E kam të sakt Estonin, oke, thjesht. Të vëdhe Baltike, u festua do pak në Estoni, po e filloj me ty. Se ata ka një tifozli shumë madhë me çfarë po ndodh me këtë luftën e Ukrainit. Tifozlin kuptimin dhe nga halli, sepse ndjen target në qoftë se Rusia do të lihet të veprojë sipas po themi frymëzimit perandorak të Vladimir Vladimirovićit. Unë do të thosha në një shprehje të shefit shtabit të Gjermanisë. A çoni pak zërin lutem të kolonelit, kolonelit. Po, më dëgjoni. Po, shumë. Shumë mirë. Po, unë do të përgjigjem duke kohëtuar shefin e shtabit aktual të Gjermanisë, generalin e kategorie Breuert, i cili gjatë një konference për sigurinë dhe mbrojtjen në Singapur u përkufizoi rrezikun rus me përkufizimin që bëjnë estonezët për rrezikun rus. Ata e ndjejnë zjarrin, e ndjejnë nxehtësinë, falni, e shikojnë zjarrin dhe e nuhasin tymin. Pra, këtu në Estoni e kanë ndjerë me kohë, domethënë nxehtësinë e zjarrit, po përgatiten që ta përballojnë në efektet e nxehtësisë që mund të sjellë Rusia dhe po mundohen që ti vetë djergjësojnë të tjerët që tymi mund të mbys të gjithë. Sot për shembull në Vilnius pati një takim të vendeve të quajtur Bukureshti 9, ku përfshihen 9 vendet që ndajnë kufirin lindor me Federatën Ruse ose janë afër saj, dhe 5 vendet nordike ku ishte i ftuar dhe presidenti Zelenski. Aty pati 2 fjalime, presidenti Zelenski dha një mesazh të qartë për atë që ai ka zhvilluar ose forcat armatosur kanë zhvilluar, është një veprim i zgjuar dhe i pa imagjinueshëm nga perëndimi. Është thënë që Ukraina nuk ka asnjë kartë, Ukraina ka karta dhe do t'i nxjerrë ato një pas një. Kjo ishte ajo karta që presidenti Zelenski udhi në tabelën e shahut mbretëreshën që quhet dron. Dhe mbretëresha që quhet dron i surprizoi të gjithë dhe tregoi që mos e konsideroni Ukrainën një vend i cili ka humbur të gjitha kartat, ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo ndonjë vend tjetër mund të marrin pjesë në negociata thjesht për të rritur shanset e saj që të fitojë diçka nga kjo marrëveshje. Ukraina nuk ka humbur dhe Ukraina është aty për të fituar me mbështetjen e Perëndimit, gjithmonë edhe me mbështetjen e Rusisë. Por këtu në Estoni dhe në vendet e Balltikut çdo gjë pritet me vëmendje. Këtu ka një vetë ndërgjegjësim të politikës dhe një miratim të opinionit publik. Këtë është ajo që mund të them. Po përsa e përket këtij aksionit, Rjeta Merimangës pra shkatrimit 40 aeroplanëve strategjik? Unë po të them që ju përmendët, po është përmendur me shumë, është nënvizuar me shumë vëmendje, si një veprim shumë i zgjuar dhe i guximshëm i Ukrainës. Ju përmendët disa Tupolev, unë do të thosha që po është Tu-95 dhe Tu-22, janë 2 avion të vjetër, të cilët janë prodhuar nga Bashkimi Sovjetik, nuk mund të riparohen as për periudhën afatmesme, pasi nuk kanë pajisje dhe nuk janë në gjendje të bëjnë. Pra, kjo goditje është një goditje strategjike dhe e mirë menduar në po ta marrë se tani, më fal, kolegët se na keq kupton publiku. Edhe B-52 vjetër është. Por me rimodernizimet, ai është akoma mbretëresha
që e autorizuar për të goditur me bomba atomike, bashkë me B1 dhe B5, B2, apo ja. Këto janë tre super bombardusit. Po, është vërtet, po edhe këta janë të vjetër, por nuk kanë asnjë lloj shenja updatimi për arsye sepse Federata Ruse nuk është në gjendje t'i updatojë, kjo për arsye jo vetëm të mbështetjes teknike, por edhe të mbështetjes financiare. Dhe njëkohësisht sot për shembull ju përmendët, nuk e përmendët, po ka dhe një avion tjetër që është A-50, është konsideruar si syt dhe veshët e forcave ruse. Këta kanë qenë 2 copë, dhe këto 2 copë që quhen një brirësh sot nuk ekzistojnë më. Dhe Rusia nuk është një gjendje t'i vëzhgojë ato, jo për 1 deri në 2 vjet, por për një kohë të pacaktuar. Atë më lejonit përpara se të pyes panelin, të bëj një pyetje direkt nga Moska, Misha më mbrëma edhe një herë se sigurisht ai sa mund ta thuash, ai sa mund na transmetosh si është përjetuar. Në fakt, qeveria ruse zyrtarisht e pohoi sulmin, sigurisht nuk ka pohuar dimensionet që friten në Perëndim dhe në vendet tjera, por edhe guvernatori i Siberisë kishte thënë që ka patur sulme me dron e tjera. Pa domethënë në elemente ndryshëm të pasdit kishin pohuar atë që ka ndodhur. Çfarë mund ta thuash për mbledhasi? Po, patjetër. Do me thënë, Ministria e Mbrojtjes Ruse ka pranuar këtë sulm gjigant dhe mund të them këtë që thonë edhe një pjesë e mass mediave dhe biles dhe shumë deputet Dumës Ruse, që kjo është një dështim i madh i inteligjencës ruse, kjo është një aksion shkatrimtar për avionët rusë, të triadës ruse, bërthamore, dhe përsa i përket këtyre avionëve strategjik, desha të shtoja diçka, kryesisht 2 lloj avionesh të Rusisë i përkasin drejt për drejt avionëve strategjik. Ky është në radhë të parë, sigurisht ato që thotë juve, Tu-95 të modelit të rinovuar MS. Pra, rreth Rusia dispononte para këtij sulmi rreth 60 avion të tillë. Plus janë, avionët e fundit dhe më të modernizuar dhe ato janë shumë pak, 20 copë gjithsej, Tu-160. Dhe këto janë modele, për shembull, që nuk janë prekur nga ky sulm, kanë ngjasa që pasi dhe dronët që ishin drejtuar drejt asaj baze ku ndodhen këta avion, nuk arritin në destinacion, pasi u doj që shpërtheu gjatë rrugës, nuk arritin destinacionin, ashtu si nuk arritin destinacionin në aeroportet e Ivanovo në Rusi dhe në Ryazan gjithashtu. 3 aeroporte që ishin planifikuar të sulmoheshin nuk arritën dot dronet, në aeroportet e tjera, sidomos në Arkhangelsk, ku bazohen edhe në ndecet ushtarake ruse, aty pati goditje dhe pati goditje në avion të ndryshëm, përfshirë edhe Tu-95 MS. Gjithashtu ka pasur goditje në bazën ushtarake pranë Irkutskut që ndodhet pranë Bajkalit, që si që thatë dhe juve është mbi 4500 km nga fronti, pra ishte një habi e madhe dhe unë kam parë edhe kuadro nga interneti ku njerëzit e thjeshtë, më falni, me gur dhe me shkopin godisnin dronat që ngriheshin nga maunja që ishte ndaluar në atë moment në një pikë afër aeroportit. Pra, ka qenë një befasie e madhe që nuk pritej nga organet zyrtare dhe dëmi që ka qenë është jashtëzakonisht i madh dhe këtë e pranojnë dhe organet zyrtare ruse. Pra, megjithatë, Ministria e Mbrojtjes Ruse nuk, deklaroi që janë goditur, janë dëmtuar dhe goditur dhe azgjësuar disa avion, nuk tha numrin e saktë, por në mënyrë kategorike e kundërshton që janë shkatruar 40 avion. Okej, kjo është, po themi, versioni zyrtar i qeverisë Federatës Ruse. Zoti Shala, çfarë është kjo operacion nga ana e strategjisë ushtarake?
pa të shkosh kaq thellë, godasësh në prapavijat kaq të thella të vendit armik, siç është Rusia për Ukrainën. Shko, ky operacion tregoi që ukrainasit kanë nivel të lartë në planifikim, në organizim dhe në ekzekutimin e operacioneve ushtarake. Ka qenë një operacion i përkryer, po kështu si vlerësohet në linjë dhe në perëndim, është nuk ka të dytë, nuk ka ndodhur një i dytë deri më sot, domethënë në periudhën e luftës moderne. Është një operacion që ka ngrënë shumë kohë për të përgatitur. Është një operacion që për herë tregon dështimin e tretë të inteligjencës ruse, dështimi i parë i këtyre përmasave, domethënë dështimi i parë i inteligjencës ruse, këndvështrimi tim ishte ai në momentin e sulmit në Ukrainë, që menduan që nuk do ketë reagime e tjerë do ta poshtonin kollaj fare dhe pastaj përfundoi ashtu si përfundoi. Dështimi i dytë ishte sulmi në Kursk, domethënë ndërhyn 10.000 forca dhe nuk doli sekreti dhe u arrit të pushtu Kursku për një periudhë jashtëzakonisht shumë të shkurtër. Ndërsa ky është dështimi i tretë për inteligjencën ruse, e tha dhe Misha që me drejtë edhe ata ligjvënësit atje e kanë guzhduar inteligjencën ruse për këtë dështim. Janë 117 pilot droni që janë angazhuar, janë 117 dronë dhe 117 pilot droni, pra duke të llogaritur edhe nivelin e komandës, zinxhirin e komandës që kanë qenë ndini të këtij operacioni dhe është rujt sekreti i operacionit, sepse në tilla raste suksesi është edhe sekreti i operacionit. Kjo për Rusinë është një goditje e madhe politike. Pse është goditje e madhe politike? Sepse në një farë mënyrë e theu përsëri atë mitin e patyshmërisë së Rusisë në betejë apo si një fuqi e madhe, siç e pretendon edhe ajo vetë. Është një goditje e madhe ushtarake, sepse i dha një goditje, pra tregoj që edhe armatimi i saj strategjik është i pambrojtur, është i cënueshëm. Kur them armatimi strategjik, në këtë rast kisha fjalën për avionin strategjik, por nuk diskutohet edhe për Po sikur të kishte po themi në ambarët e këtyre avionëve sektari 24/7 nga dishmëria, apo ja? Po sikur të kishte bomba bërthamore, preda bërthamore aty. Besoj se informacioni ka qenë i saktë se çfarë kanë këto. Gjithçka këtu është kombinim i operacionit me inteligjencën. Do të thënë, me goditjen që bëjnë dronët nuk krijojnë dot masën kritike për të aktivizuar bomba. Nuk besoj se realizohet ajo, por ideja është që këto nuk kishin pas, këto nuk kanë pas as ngarkesë raketa, sepse mund të kenë pas edhe raketa tjetër, por ashtu edhe ato nuk i kanë patur, sepse dëmi, siç thonë edhe mediat ruse, dëmi do të kishte qenë jashtëzakonisht i madh, nëse do të kishin qenë të ngarkuar për operacione. Pra, kjo ishte një ngjarje që përfundimisht, domethënë, tregoi që Ukraina nuk është gjunjëzuar, që shpresonin shumë. Kjo i dha Ukrainës i dha kartën në dorë për të ulur në bisedime. E tha bukur dhe kolonel Toci, domethënë karta e Ukrainës, sepse ajo që ka thënë Zelenski është një replikë vonuar me Trumpin, sepse ai tha s'keni karta në dorë. S'ke karta për të luajtur. Dhe edhe për të ulur sot ata ulën në bisedime dhe gati, domethënë era të ulën si të barabartë, domethënë, në aspektin edhe të suksesit të fushën e betejës. Sot janë ulur si superior ata, se kanë qenë. Po jo, se edhe ata kanë ato sukseset e tyre në fushën e luftës, kurse ky është një operacion që deri më sot asnjë ushtri dhe asnjë shërbim sekret nuk ka arritur dot ta organizojë. Mediat ruse, me sa kam lexuar, e kanë krahasuar me Pearl Harborin, po mund të krahasohet dhe mund të mos krahasohet me të, duke patur parasysh se kush janë ekzekutorët, domethënë. Këtu është një popull, janë përfaqësuesit, janë shërbimet e inteligjencës të një populli, të një shteti që po mbrohet nga një agresion i armatosur, nga një agresion i pajustifikuar. Është një çudi e madhe gjithsesi. Okej. Gjeneral Prenga, çfarë do thotë në një përballim lufte të godasësh prapavijën kaq thellë dhe të krijosh një gjendje kaosi tek armiku e tjetër, do të thënë, si do ta përshkruaje, si do ta kategorizoje ti ushtarakisht? Marrë në kontekstin e fillimit të agresionit rus para 39 muajsh kundra Ukrainës, do thosha që është aksioni apo operacioni i parë i planifikuar, realizuar dhe ekzekutuar në perfekcion për sa i përket distancës, pjesëmarrjes dhe mbi të gjitha ruajtjes së befasisë së jashtëzakonshme
që bëri të mundur që të futët thellë në prapavinë e kundërshtarit dhe të godas objektet jetike të tij, por këtu nuk qëndron mesazhi edhe dëmi vetëm në aspektin financiar e ushtarak. Dëmi më i madh që ia shkaktuar Rusisë në këtë rast është dëmi moral i gjithë trupave pjesëmarrëse në luftim, por mbi të gjitha i nivelit politik e diplomatik të ekzekutimit të kësaj, si mund të themi, këtij jo operacioni siç ata e quajnë, por ti agresioni kundra Ukrainës. Tani këto dronët që ka nevojë për pilotën e dronëve, të cilët marrin internet nga sateliti, se s'mund ta marrin po themi nga guberna ruse, apo. Qartë. Pra do të thonë nuk ka kështu pajisje detektimi që shoku jeti, kush e ka thënë, do të thonë është një ndihmë amerikane këtu, e satelitëve amerikan, është një ndihmë e Starlinkut, Elon Muskut, pra se të shkosh një gjë kombinuar midis Ukrainës dhe inteligjencës dhe amerikane, apo është një operacion autokton 100% Ukrainës? Nuk mund të themi për sa kohë në informacionin e saktë nuk e kemi, por në arsyetim dhe në analizë, në aspektin teknik, është i pamundur realizimi i një operacioni të tillë pa patur një bashkëpunim të mirëfillt dhe të atyre vendeve të cilat kanë dhënë ndihmën në këtë lloj teknologjie. Pasi distanca e madhe, nuk mund të bëhet fjalë që është komanduar nga Ukraina. Këto janë drejtuar nga vendet ku kanë shkuar dronët. Nga vetë kamionët gjigantë që kanë transportuar dronët. Ata që kanë transportuar dronët kanë qenë edhe me makineri të tjera, pajisje të tjera, ku kanë qenë teknikët dhe specialistët të cilët kanë bërë të mundur veprimin dhe futjen direkt. Ku e marrin internetin që i drejton, pra? Është normale nëpërmjet satelitë. Nërmjet sa zbesoj se... Është e parë. Gjina, ate, edhe kjo kopju që bëra generalit dhe ti majore e në gratë, është dhe për ty, do thënë, që po ndodhë nga ana ushtarake, nga ana strategjike, mos kemi të bëjmë me një bashkëpunim shumë të fort edhe të Amerikanëve dhe të NATO-s i pa deklaruar, gjë që është edhe arsyeja kryesore që Putini nuk ecën përpara në këto operativa paqe, do thonë, ka dhe një arsye që zvarrit se tash si mund bëhet një operacion kaq genial pa patur një mbështetje, si e gjykon? Unë do doja të rria pak jo më shumë se sa tek operacioni apo ajo që njihet edhe në leksikun PSYOPS, pra një operacion psikologjiku dhe efekti në moralin, por edhe në opinionin publik rus që jeni jo të paprekshëm, por një invazion apo një goditje mund t'ju vi brenda territorit tuaj, dhe kjo ishte shumë e qartë. Megjithatë, nëse do të shikojmë të gjithë rrugtimin e këtyre kamionëve, për çka po flitet edhe në mediat botërore, jemi duket sikur kemi një kal troje modern, ku ata ushtarët nuk dalin më nga fundi i kalit të drurit, por dalin nga disa kamion të cilët mbajnë shtëpiza druri, ku në taracat e tyre janë dronët. Dhe ishte shumë interesante të kuptoje që edhe vetë transportimi i tyre për gjatë gjithë territorit jashtë Ukrainës dhe brenda Rusisë, shoferët nuk kishin një njohuri apo informacion se çfarë mbanin në mënyrë që të ruhej edhe ftohtësia e tyre. Ajo që është shumë interesante dhe ngre një pikë pyetje mbi atë çka dhe ju pyesni Zhej, është pikërisht si ka qenë e mundur të arrijë informacioni kaq i saktë për këto baza kaq të rëndësishme. Dhe nëse do të rikthehemi tek START, pra tek traktati strategjik për limitimin e armatimeve, ndërmjet SBA-s dhe Rusisë, ka një hapësirë e cila i lejon të dyja këtyre vendeve që në fazat e testimit dhe të demonstrimit të numrit apo të densitetit edhe të sasisë të këtyre armatimeve, ato të jenë në hapësirë të hapur, ku do të bëhet testimi nga të dyja palët. Dhe duket që ky koordinim tregoi qartë që ishte informacioni shumë i saktë se kur do të ishte koha kur këto armë, pra kur flota
bërthamore apo flota e cila mbante dhe bombarduesit bërthamor do të ishte në fushë të hapur dhe nuk u goditën rastësisht si në Siberi, po aq edhe në territorin në afërsi apo territorin e NATO-s pra në Finlandë dhe Suedi, e cila ishte një territor neutral. Mbetet ende pikpyetje nëse ka qenë një dhuratë ndoshta administratës Biden ku i ka dhënë koordinatat e sakta se ku do të ishte momenti që këto avion do të ishin në qell të hapur, apo ishte ndoshta edhe një hakmarrje e Trumpit vetë pikërisht nga gjithë ai humilimi apo turpërimi publik që pati këto ditë. Kështu që nuk dihet ende operacioni thuhet që është përgatitur 18 muaj më përpara, kështu që më lë të kuptoj që mund të jetë një dhuratë e administratës Biden. Okej. Misha, e dakord me këtë analizë? Se kam pak zotin Doj. Tani, si historian, si e gjykon, Rusia historikisht ka qenë gjithmonë e pathyeshme, do të thonë gjithmonë ka filluar luftën keq, do të thonë edhe në kohën e Napoleonit arriti deri në Moskë, edhe në kohën e luftës së parë botërore, në fakt, gjermanët e fituan, detyruan për paqen e Brest-Litovskit 2 herë. Por në luftën botërore prap erdhi Wehrmachti, shkoi deri në portat e Moskës, Stalingradit dhe pastaj dihet fundi i tyre i tmerrshëm. Në këtë rast ka 3 vite luftë, që sigurisht nuk ka përmasat e luftës dytë botërore, por gjithsesi po shohim që tani nuk është kjo ofensiva e madhe shkatrimtare ruse që po themi të vërë fund, të vërë pik betejës madhe. Si e gjykon? Sot në kohën që jetojmë, natyrisht ka filluar procesi ose në qoftë se do ta themi revolucioni i tretë për rindarjen e botës. Qoftë se dy rastet e para, lufta e madhe ose lufta e parë botërore dhe lufta dytë botërore, ishte përfshirje e vendeve deri diku e menjëhershme në luftë duke shpalosur gjithë potencialin e tyre kundër njëra tjetrës për të rindar botën, mbi bazën e raporteve të reja të forcës që ishit krijuar në atë kohë, sot kemi një faktor që e kufizon mundësinë e përfshirjes menjëhershme në luftë të fuqive të mëdha, sepse ato kanë armë bërthamore dhe kjo në një farë mënyre e kufizon ose e dekurajon një mundësi për të luftuar me armë tjera konvencionale. Tashi, po t'ishte se nuk dhe ishte në armë bërthamore, sot Rusia është e gjynjëzuar dhe nuk mundet do të si në kohën e Bonapartit apo Adolf Hitlerit të përballojë Perëndimin dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk ka asnjë shansin nëse edhe ti gjykon që është në fakt Perëndimi duke luftuar kundër Rusisë, jo Ukraina. Ukraina është një popull, është një vend i fuqishëm, një popull shumë vital, por krejt e pa mjaftueshme për të përballuar Rusinë ballë për ballë. Jo se Rusia, për shembull, mund të krahasohet me vendet e Bashkimit Evropian dhe aq më tepër me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por me Ukrainën nuk krahasohet. Ukraina presupozohet dhe ka realisht ndihmën e drejtë për drejtë Perëndimit dhe kjo që ndodh tani, kjo që ekspertët këtu e thonë që ishte një operacion i mirë organizuar, në fakt vjen një kohë kur vetëm para 4 ditësh Donald Trump i thot Vladimir Putinit, sepse është futur me shumë zjarreve dhe ai, do të thënë si pretendues që do i zgjidhë më një herë këto ngecit e kanë shqetësuar me sa duket shumë dhe ai tha, Vladimir tha, nëse do ishte administrata tjetër, më beso tha, do të ishte shumë keq për ju. Domethënë, dhe pikërisht mbas 4 ditësh ndodh ajo që se priste askush. Natyrisht as shërbimi inteligjent i Federatës Ruse dhe kjo ishte një rezultat i shkëlqyer i Ukrainës, kështu quhet, i Ukrainës, legalisht ashtu quhet, por unë them që
as 5% asaj që thuhet dihet. Sigurisht. Në kuptimin e fijeve, në kuptimin e faktorëve të mëdheshëm që ne nuk i dim. Sigurisht që Ukraina ka patur mirë koordinimin dhe mbështetjen e drejt për drejt të Shtetet Bashkuara të Amerikës ose qoftë edhe të vendet Bashkimit Evropian, po unë mendoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës për të zgjidhur dhe për ta dekurajuar Putinin për t'i ulur oreksin e tij, sepse tash si thotë. Zoti Ndoj, kjo e komplikon punën sepse kjo ekspozon Shtetet Bashkuara të Amerikës në një goditje të dimensionit strategjik shumë thellë në territorin rus. Pra do të thonë, mendoj që nëse shërbimet sekrete amerikane janë të përfshira, apo nëse departamenti amerikan është i përfshirë, mundohet që mos lërë gjurmë në këtë përfshirë, sepse kjo pastaj... Edhe nëse lënë gjurmë të garantoj që i fshin vetë gjurmët Rusia, sepse nuk mund të ballafaqohet me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Okej. Në qoftë se po të vini re edhe deklarimi më i hershëm i presidentit Zelenski edhe i shërbimeve të fshehta të Ukrainës mbi rezultatet, unë them që donte të fshihte, përveç se donte të tregonte suksesin e tij, donte të fshihte diçka që ka ndodhur poshtë asaj që shikohet. Zoti Shala, ju mendoni që po themi ky operacion që është përgatitur ka patur dini shërbimet sekrete amerikane? Teorikisht shërbimet aleate. U fol, doli pak në media diku, u tha që para se të fillonte operacioni u njoftua dhe presidenti Trump. Por pas ai lajm u fshi. Sot ka patur një zhvillim në bisedimet në Stamol, delegacioni rus ka kërkuar që mos jetë prezent, mos ketë pjesëmarrës amerikan prezent. Si, nuk pranonin sipas njoftimit të një agjencie turke. Pra, ata mendojnë që Ukraina nuk ka kapacitete që ta organizojë këtë, por në këndvështrimin tim, Shtetet Bashkuara të Amerikës i kanë ofruar inteligjencën, dhe inteligjencën ata i kanë pasafruar për çdo lloj goditje që kanë bërë. Kurse i kanë ofruar dhe inteligjencën dhe besnikrin, sepse patjetër në gjithë këtë muaj mjati që ka pas Trumpi me Putinin, mund të kërkonte shërbimet sekrete amerikane që ta anullonin këtë sulm. Shko, unë nuk besoj se kjo punë ka qenë vetëm punë apo s'ka pas informacion administratës më presidenti amerikan. Nuk ka qenë vetëm punë administratës më parashme. Si është rregulli, tani më fal. Nëse shërbimet sekrete amerikane di, presidenti amerikan në detyrë, komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura, duhet ta di apo s'duhet ta di? Në këndvështrimin tim, ai është vënë në dini, është operacioni për masave të jashtëzakonshme. Dhe ai është vënë në dini dhe ka dhënë një miratim të heshtur që kjo punë të vazhdojë. Absolutisht, në këndvështrimin tim. Se si ka dhënë të heshtur apo të pa heshtur, do më ka dhënë. Ai ka dhënë që të vazhdojë, si duket, sepse unë do thash doli edhe si lajm dikur pastaj u fshi fare nga këto agjenci që e transmetuan këtë lajm, por po ta shohësh, duke parë Shtetet Bashkuara nuk kanë përdorur armatim strategjik. Nuk kanë përdorur Shtetet Bashkuara. Prodhimi i dronësh, prodhimi rus. Transportuar nga rusët gjitha veprimet. Duke kthyer me flashback mbrapsht, dy daljet e fundit të Trumpit, që janë qenë shumë kërcënuese ndaj Putinit, ka thënë, ti se kupton që po lunim me zjarrin. Pra do të thënë, ndoshta ai mund të ketë qenë i tunduar ta anullojë këtë. Preshtohet kjo mundësi. Dhe ta anullojë këtë sulm. Ta shtynte se për ta anulluar. Ose ta shtynte. Ta mbante gjithmonë kështu. Ta mbante pezull për një situatë. Thoci ti që je në NATO, punon aty. Si mendon aleatët në këtë rast e informoj njëri tjetrin për dimensione kaq të mëdha sulmesh? E para nuk punoj për NATO-n, sepse nuk jam oficer aktiv, po thjesht një sqarim. E dyta, unë do të thosha që parafolsi përmendi çfarë është përmendur në shtyp. Të gjitha ato që përmendet në shtyp janë spekulime. Në forcat armatosura ku shkëmbehet informacion. Tani ne e mbushë mendin që nuk punon në NATO. Me këtë që na the. Jo, vazhdo, je shumë në rregull. Ne mbas informacioneve bëjmë analiza, ne nuk marrim informacion nga inteligjenca as amerikane as ruse. Ne nga shtypi marrim informacion që bëjmë analiza. Do më lësh të flas apo do të flas? Patjetër. Faleminderit.
Unë po them që informacionet të tilla top secret ndahen ndërmjet drejtuesve. Ka pasur apo jo administrata Trump informacione mbi sulmet e Ukrainës në Rusi, këtë nuk mund ta them. Por e dyta, sepse gjova që diçka është gjithmonë që Ukrainës i është dhënë një bonus ose i është dhënë një shpërblim nga dikushi. Ukrainasit nuk ka nevojë të jepet një shpërblim, Ukrainasit një kom shumë vital, i cilët kanë treguar veten që janë të aftë të mësojnë gjatë veprimeve luftarake në terren. Dhe kjo i ka bërë që vendet perëndimore, sidomos paske me zotin Ndoj, ai e tha këtë. Jo, nuk e kam me zotin asnjë, nuk ky është mendimi im, nuk. Jo, po desa ti bën replik me mendimin e dikujt tjetër. Jo, nuk e shpreh replikën. Okej, po dëgjoj, s'ka gjë. Nëse humëm dhe fillim. Jo, nuk ka në gjë, po thjesht unë do të them që nëse shkojmë, se tani ma hume fillin dhe atë, por nëse do kthehemi historisë, unë kisha për Ukrainën, ne do t'japim Cezaret atë që i takon. Dhe Ukraina në këtë rast ka të gjithë meritën që i takon për sulmin. A ka shkëmbyer informacione me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë një gjë mund të them që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jo vetëm gjatë kësaj administrate, pa administratës Trump, por edhe administratës Biden, ka një marrëveshje me Ukrainën që shkëmbejnë informacione inteligjente. Pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë aftësitë dhe pajisjet për të shkëmbyer informacione inteligjente, këtë nuk mund ta bëjnë dot vendet e europiane të NATO-s. Dhe kjo mund të jetë ajo që për 16 muaj e ka bërë Ukrainën që të mësoj se ku ndodhen këto baza dhe çfarë ka në baza. Sipas konceptit të artit ushtarak, duhet që të fitoj, ai që fiton luftën duhet së pari të ketë një ndërgjegjësim mbi situatën ose përnjohjen e terrenit, dhe kjo quhet rikondicion ose në anglisht quhet situation awareness. Duke pasur këtë ukrainasit patën një avantazh të madh dhe ajo i bëri që ukrainasi sot, sipas Financial Times, para disa orësh ta konsiderojnë këtë sulm si një nga sulmet më brillante që janë bërë gjatë 30 viteve të fundit. Okej. E di që po vetëm shkurt se do të kaloj reklam. Po, Doj. Unë do të them do të duhet kohë për të vërtetuar që nuk ka qenë, ai ka qenë një sulm brillant, por Ukraina nuk ka asnjë lloj mundësie që të kishte kapacitete për të bërë një sulm kaq suksesshëm pa mbështetjen e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Vërtet, Rusia sot është giganti më i madh, nëse do ta krahasonim me një qenie ku ka vetëm kocka, ndërsa muskujt i mungojnë, gjithsesi përballë Ukrainës, duke qenë dhe në kufime të e kishte mundur, dhe sot Ukraina rusët do ishin Kiev nëse nuk do ishte perëndimi. As për të mbrojtur, jo për ta sulmuar dhe për të edhe Rusia nuk është se po bën. Pra me gjithë Rusia nuk po bën, Ndoj, ne kemi trajtuar gjithto, u bën vite tani. Nuk po bën një luftë totale aty. Sepse një luftë totale mobilizimi i kjo një aksion, unë them zotëzhe për ta mbyllur edhe fjala operacion special. Dhe fjala operacion special ka një kuptim. Për te është një operacion special lufte. Kjo është një veprim më shumë, mendoj, nuk është një luftë totale. Taktik, jo luftë totale. Natyrisht kjo është një veprim taktik për t'i hap rrugën, për ta dekurajuar Rusin, që tulet në tryezë dhe t'jetë më arsyeshme në kërkesat e saj. Në fakt, sot, nga Shtëpia e Bardhë jepet pikërisht ky lajm që thotë që Shtëpia e Bardhë konfirmon që ne jemi gati për një takim të mundshëm në Turqi midis presidentit Trump, Vladimir Putinit dhe Zelenski. Pra, do më thonë, dje ndodhi kjo sot tak. Këtë ka kërkuar Zelenski? Po mirë, Zelenski e kërkon ka qenë propozimi edhe në delegacion sot në bisedime. Po, sot, do më thonë, i freskët në tymi Barutit. Hyn i qikë të barabartë në bisedime të sot. Do binden rusët nga dal. Okej, atë, unë them që Ujqa Fshtama e ka radhën tani, Optika Luani dhe publicitet.